Në fshatin Zenelaj të bashkisë Gjirokastrës, në vendlindjen e njërit prej të vrarëve në protestën e 21 janarit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Ziver Vejzaj, familjarët, miqt dhe përfaqësues të institucioneve vendore zhvilluan homazhe në nder të tij. Mbesa e tij, Zamira Vejzi, u shpreh se plaga e 21 janarit nuk është vetëm e familjes, por e gjithë shoqërisë shqiptare. Ajo theksoi se nëse kjo ngjarje nuk zbardhet dhe nuk vendoset drejtësi, besimi i shoqërisë shqiptare te institucionet dhe shteti do të bjerë. Sot ne jemi mbledhur për të përkujtuar xhaxhain ton, 15 vjetori humbjes nga data e ngjarjes tragjike të 21 janarit. Plaga e 21 janarit nuk është vetëm plag për ne dhe për familjen tonë, por është plag për gjithë shoqërinë dhe në qoftë se nuk zbardhet, nuk vihet drejtësi për 21 janarin, besimi ndaj institucioneve dhe shtetit nuk do të jetë nga ana e shoqërisë shqiptare. Ndërkohë, prefekta e qarkut të Gjirokastrës, Albana Hasanaj, në përvjetorin e 15 të kësaj ngjarjeje tragjike, deklaroi se 4 viktima treguan se dëshmorët nuk janë vetëm në kohra lufte, por edhe paqeje. Jemi sot duke kujtuar ata burra të cilët na treguan se dëshmorët nuk janë vetëm në kohë lufte, po janë edhe në kohë paqe. Ata burra të cilët na treguan se kufiri ndërmjet një shteti demokratik dhe një shteti diktatorial është shumë i zbehtë dhe pikërisht për ta forcuar këtë duhet kontributi gjithë secilit. Kujtuam sot djalin e Gjirokastrës dhe u përulëm me nderim përpara veprës së tij dhe dhimbjes së familjes së tij. Ngjarja e 21 janarit mbetet një nga momentet më të rënda të historisë së tranzicionit shqiptar, ku humbën jetën 4 persona gjatë tubimit të opozitës së asaj kohe në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ndërsa familjarët e viktimave ende kërkojnë drejtësi.